Njoni i fol grues vet për namaz, për Kur'an, për ibadet, të mos bën gibet, mundot ta bën nasihat. Kur fillon këtë folje, ai thot bash tash ke gjetur, unë kam punë që tash ty do të ndigjoj. Kada jon tu i la enët. Po mirë ani la enët. Pas i la enët thot ulët të ti thon një di fjalë, bash tash ke gjetur atë që s'kam fshin hala. Ani haj fshin. Po mande thot e vetë të thon diçka, s'kam vakt të ndjoj, jam e angazhuar, edhe ki e shef që se ndëgjon, e një ditë e merr macën e vën përpara. Çka të bëjnë gratë, s'ka tjetër kon. Gruaja se ngjon e merr macën, he mori macën. Allahu Gjeleshanuhu na ka bo fars 5 namazën ditë. 5 herë ditë duhet me u falë. Allahu Gjeleshanuhu na ka bo fars abdes me marë para se të falemi. Shartet e abdesit ti macën dhe gjomit. Shartet e abdesit janë 4. Elsha. Ma voni thotoj, oj fisnike, heste të kalzoj diçka. Nuk jam macën të më kalzojsh me. E këshirë punën të ande. Ani, së njën, do me thonë nuk do me ngu. Nesër të ki përsëri e merë macën me vete. Oj macë, a thash dje se shartet e abdesit janë 3. Sa i tha dje 4. A thash se shartet e abdesit janë 3. Aje këthi krejet, mos luishte me macën. Gje i tha 4, sot 3. Tha po qëket dësha ta di ju una, a ke ndëgjua, hiq s'ke ndëgjua. A që kjo mu dashtë mu? Pra, do njëherë duke dikush se së ndëgjon, a? Duke se së ndëgjon, do njëherë do një gjemat këtu nuk flenë, se unë e foli shumë nalë. A më kom pa disa gjamia gjemat i flenë, i zë gjume, i hoxha i urti, mirë, ka dale, e zë gjumi. E tash njoni tha, valla hoxta, unë si tash të fletë dë njonin e lomen herë. Tash jo, mos e lesin, flenë krejt. Ai që flenë njosh, ato që cilët janë ma shumë, tha jo, ato që njën janë ma shumë, a ma shumë be flenë. Tash mos i letë më bështetën për muri, se i zë gjumi. Pra, që gjoni të lezër të dashë. Kjo fej, alhamdulillah, është e urtë, është e bukur, është e mirë, është feja mesatare në çdo aspekt.